Profesori kriminalistikës Ervin Karamuço ka folur rreth sulmit kibernetik ndaj emaileve të prokurorëve të SPAK të ndodhur më 12 mars. Për këtë ngjarje janë arrestuar 2 persona: Arnold Roga, i dyshuar për realizimin e ndërhyrjes, dhe Zambak Gjoni, i dyshuar për shpërndarjen e informacionit të vjedhur, por sipas Karamuços, këta nuk janë personat e vetëm të përfshirë në krim. Ai tha se janë tentuar të hakohen të gjithë kompjuterat e prokurorëve të SPAK, por vetëm 3 janë arritur, pasi kompjuteri i Altin Dumanit dhe të tjerë kanë pasur nivel më të lartë të mbrojtjes. Tentativa është bërë për të gjithë kompjuterat, për të gjithë prokurorët e SPAK, por ja kanë dalë vetëm me 3 kompjutera, ndërkohë kompjuterat e tjerë kanë pas një nivel më të lartë të mbrojtjes. Prokurorët kanë qenë më të kujdesshëm, kanë ndryshuar passwordet dhe kanë pasur survejimin e personelit mbështetës të IT-s. Sistemi i brendshëm i teknologjisë që ata kanë të përfshirë laboratorët me të dhënat e tjera kriminalistike janë të gjitha në një sistem të pavarur dhe shumë të mbrojtur, dhe kjo ka qenë sukses i madh që nuk janë marrë edhe këto, tha Karamuço. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.